بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimet më të mira, mirënjohjet më të plota janë vetëm për Zotin tonë Allahun xhelle xhelaluhu. Përshëndetjet, begatia, mirësia, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastra dhe mbi gjithë besimtarët e cilët e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, të nderuar të pranishëm, me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu do të vazhdojmë zinxhirin dhe vargun e ligjëratave mbi shkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aty ku kemi ngel tek viti i 8 i Hijrit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një lëvizje dhe me një urtësi të madhe e çliron Mekën e Zotit xhelle xhelaluhu nga duart e idhujtarëve dhe paganëve të asaj kohe, të cilët nuk ishin të denjë dhe s'kishin kompetenca nga Zoti xhelle xhelaluhu për ta udhëheq çabën e Zotit xhelle xhelaluhu. Dhe për këtë periudhë të cilën e çliron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mekën, shumë prej fiseve arabe dhe pjesat dërmuese e fiseve arabe jashta Kurejshve ishin në pritje dhe vëzhgim. Andaj përmendëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku në Mekë në çlirimin e Mekës me 10.000 sahabë, me 10.000 shokë të tij. Dhe arabët e tjerë, të cilët ishin shumë në numër, e të cilët një numër i madh prej tyre, i cili arrin deri në 120.000 njerëz, hinë në fenë e Zotit xhelle xhelaluhu. E pse nuk hinën deri tash? E pse nuk u futën në fenë e Zotit xhelle xhelaluhu deri më tani? Atëherë dietarët i kanë dhënë shpjegimet e tyre duke thënë se të gjithë fisët arabe ishin duke e prit çka po ndodh dhe kush po fiton mes këtyre dy grupeve, mes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Kurejshve. Pra ishin në vëzhgim e sipër. Kur ata e pan se fitoria, triumfi, ngadhnimi është nga ana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ajo e cila e shton ata se është triumfues, është çlirimi i Çabës. Është çlirimi i Çabës. Por çlirimi i Çabës nuk është një gjë e zakonshme, se edhe Abraha, edhe krijetari i Yemenit, gjithsesi i Sanaas, kryeqytetit, ai dëshiroi me e çlirue dhe me e shpartallue Çabën, po s'kish mundësi, nuk ja mundsoi Allahu xhelle xhelalu. Dhe këtë kishin të regjistruar me arabët, se Çabja është e shenjtë dhe aty s'mundet me nejt dikush përveç se nëse ja lejon Zoti xhelle xhelalu. Hymja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me kësi force dhe Allahu po ja mundson me nejt aty dhe po ja mundson të gjithëve munën shtruhe, kjo ishte signal dhe shenjë për të gjithë se Zoti ja ka mundsu këtina, se Allahu te bareke ve teala ja ka mundsu këti. Andaj me njëherë pas vitit të 8, vitin e 9, viti i 9 quhet në histori viti i delegacioneve, viti i musafirve të cilët kanë ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Krejt këto fise, krejt këto njerëzi të cilat kanë qëndruar rreth në përçark në vitin e 9 të Hijrit, vinë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe japin besën. Disa prej tyre dhe shumica prej tyre e pranojnë Islamin, e disa prej tyre e japin besën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ai është prisi i gatishullit arabik e kështu me radhë. Andaj ky çlirim nuk ishte i zakonshëm, por kish rolin e vet, e që prej rolit ish mi pru 100.000 njerëz në fe. Andaj dhe Allahu xhelle xhelaluhu ora ejten nase jedkhulune fi dinillahi afwaja.
e ti do t'i shifësh njerëzit se si futen ku në fejën e Allahut grupe, në kuptimin si dalga me të mloja, dalga të mloja futen në fejën e Zotit Gjelle Gjelalu. Çka i bani mu fut? Pra ky ndryshim. Kurejsht ishin kujdestar dhe kjo kujdestari po kalon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj këtë pjesë neve do ta kalojmë për shkak se neve vetëm se jemi në fund të ligjëratave tona dhe sot duhet ta përfundojmë disa prej skenave të cilat duhet t'i tregojmë nga haxhi lamtumirës dhe çka porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë haxh. Por para se me ardhur te haxhi duhet t'i paraqesim këtë raste të cilat kanë ndodhur. Pra ka ndodhur viti i delegacioneve të cilat kanë ardhur. Kabile, çdo prijes i kabiles ka ardhur me njerëzit të cilat kanë dorëzuar te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fjalën dhe besën në emër të krejt fisit se ata do t'i nënshtrohen Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe këtu është e njohur ajo ardha e delegatëve të krishterëve të cilat kanë polemizuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam delegacioni i Najranit dhe kanë thënë krejt çka po flet ti? Si na e shpjegon çështjen e Isës alayhi salatu wassalam? Ka thënë çështja e Isës është sikur çështja ime pejgamber, ndërsa sa i përket pa bab është sikur çështja e Ademit. Ata janë revoltuar se s'kan pranuar me qenë Isa i barabart me të tjerët, atëra i kanë thënë të sfidojmë sa ajo është Zot. Atëra Allahu xhallahu ala zbrit ajete, thot, e tani ti sfidoj kështu. Thuju atyre, e janë i dalmi, ju me fëmijët e juve, unë me fëmijët e mi. Ju me gratë e juve, unë me gratë e mia. Ju me baballarët e juve, unë me krejta xhallar që ka i kam. Krejt familja juve dhe familja ime. Dalmi në një pjesë dhe i çojmë durt. Dhe themi, o Zot, kush është prej neve rënacak, shkatroje dhe mallkoje. Kush është prej neve rënacak, shkatroje dhe mallkoje. Dhe fëmijët e tonë dhe gratë e tona. Atëre ja u ofron këta. Nëse është ajo që ka bethuni ju hak, atëre dilni dhe mbrone kështu. Atëre ata mblidhen dhe thonë, nuk ban me dalë se na shkatron Allahu xhelle xhelalu. Andaj tha Ibn Abasi, sikur të kishin dalë, s'kish met krishterë fytyrë të tokës. Ishin asgjësue, por se kaderi Zoti xhelle xhelalu ka ndodhur. Andaj ky ishte delegacioni i cili pak kishte një lloj revolte, por se Allahu xhelalu ala i dha zgjidhje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj fillu njerëzit me hinë në fenë e Zotit xhelle xhelalu. Në vitin e 9 të Hijrit zbritin ajetet e haxhit ku e bojnë farz haxhin. Zbritin ajetet walin nasi ala Allahi hijjul bejtil haram. Njerëzit e kanë obligim me shku në qabën e Zotit xhelle xhelalu. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam kur zbret farzi për me bë haxh e ka një pengesë të vogël. Këtë pengesë do ta përmendmi se si e ka shmang pejgamberi alayhi salatu wassalam. Para se me përmend pengesën, këtë vit ka ndodhur edhe 2 lufta të mëdha. Pak para se me ardh viti i 9 dhe vitin e 9 ka ndodhur 2 lufta të mëdha, janë shumë të rëndësishme për shkak kohës neve fare s'kemi mundësi me e tregu detalin. Janë 2 lufta. E lufta është e Hunenit. E ka cek Zoti jon xhallahu ala në Kur'an dhe këtu sahabët kanë fituar shumë ganimet dhe shumë pasuri. Dhe ky fis pastaj Hawazin e ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e ka pranuar Islamin. Dhe lufta tjetër është lufta e Tebukit, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me 30.000 sahabe shkon afër Bizantëve dhe ju ofron 3 mundësi: me pranu Islamin, me dhanë gjizjen, tatimin, apo me luftue. Ja u qon letrën, ata e kthejnë. As nuk e pranu Islamin, as nuk e japmi gjizjen, as nuk luftojnë. Por se kjo e fundit, refuzimi i luftës ishte në favor të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se kur ti i del dikujt karshi, dhe ai thotë s'du me luftu me tije, atëra ai vetëm se e ka humb me një farë metode luftën. Andaj fillun mu bo muhabeti në gadishën arabik, se Muhamedi alayhi salatu wasalam edhe Bizanti spidel karshi. Sa i thiri, e janin këto 3 zgjidhje, 3 mundësi. Pastaj Muhamedi sallam u kthi në Medinë dhe do ta shohim se pak para se me vdek alayhi salatu wasalam e dërgon përsëri këtë ushtri
tek Bizantët dhe ndodh ajo e cila është e njohur në histori. Viti 9 i Hijrit bëhet farz haxhi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam than u ndeshke me disa pengesa. Cilat ishin pengesat? Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e çliroi Mekën, çka ju tha njerëzve? Intaliqu, shkoni, të lirë jeni. Krejt jeni të lirë. Përveç disa personave, edhe shumica prej tyre me ndërmjetësime dhe shefate shpotuan, edhe disa prej tyre shumë pak numër i vogël u ekzekutuan. Atëherë, pasi i tha pejgamberi shkoni, pejgamberi sa u kthin në Medinë. Dhe nuk ish atë me i drejtu ata. Ata ende vazhdonin haxh me bë me ata të cilët kishin mbet idhujtar me bë haxh me metodat e veta. Atëherë pejgamberi s.a.s. e thirr Ebu Bekrin. Thot, është bë farz haxhi. Ja jep 300 sahabe. Shko udhëheq me haxhin. Shkon Ebu Bekri dhe niset për në haxh. Për ta bë haxhin. Atëherë në rrugës duke ecë Ebu Bekri zbrit surja Teube. Surja Teube quhet edhe surja e marrveshjes në kuptimin e kputjes. Dhe quhet surja e të shpalosurave të zezave. Kjo sure ka të bëjë me këtë luftën e Tebukit, por se një pjesë e saj ka të bëjë me haxhin. Atëherë e thirr Aliun radhiyallahu an dhe i thot Aliut, shko nxenë Ebu Bekri. Vrap te Ebu Bekri. Dhe thot shkoni bashk dhe ku të mrini në haxh Mekë, ti ja u lexon me kelive këto ajete. As mjafton të me lexu Ebu Bekri këto ajete, po duhet me ardh Aliu, than dietarët, pejgamberi sa më kish marrveshje me ta. Arabët e kishin zakon, nëse ka ndonjë ndryshim të pikave të marrveshjes, duhet me qenë familjari ose vetë njeriu. Duhet me qenë pi gjakit shumë afër. Aliu ishte njeriu më afër i gjakut, djali Axhës. Atëre Ebu Bekri i thot, ja Ali, o Ali, atë ka qu udheqës, a i udhequr, kuptimin, mës të ka thonë ti mu ka një pari unë e pas ti, si tjetë që shtonë e vi pas. Atër Ali ju thot, bel me murë, thot jo, ti e i pari, unë pas tyje. Por se më ka qu pejgamberi s.a.s. me i aledzu me kelive ajete që kanë zbrit, që kanë bojnë me ta. Cilat janë këto ajete? Po Allahu Gjelle Gjelalu jep urdhër të prerë që mos të bëhet mo haxh me metodat e idhujtarëve. Qysh bëshin ata? Patesha. Bëshin haxh patesha. Dhe luteshin drejt zotave të tyre. Atëherë pejgamberi alayhis salam i zbritin këto ajete ku Allahu Gjelle Wala thot mos vjene as një idhujtar në Mekë me bë haxh. Dhe në këtë proces i keni 4 muaj afat. Ai cili ka marrveshje për 7-8 muaj apo më shumë deri te afati. Allahu nuk e prish afatin. Nëse pejgamberi ka dhënë fjalë, shkojmë deri te fjala. Ai cili s'ka afat caktuar, është i lirë kështu në mënyrë të përgjithshme, atëra 4 muaj le ta gjeje vetën ku doje, o le të hyjë në fe, o s'ka me bë më haxh në formën e paganëve dhe idhujtarëve. Andaj shkon Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu an, ja u lexon këto ajete, edhe Aliu radhiyallahu an, ja u lexon këto ajete njerëzve dhe ata e kuptojnë më se më nuk ka mbet për ta asnjë formë, asnjë tradit, asnjë send. Dhe kjo ishte para përgatitje të terrenit për pejgamberin s.a.s. që ku shkon pejgamberi s.a.s. mos ketë aty asnjë idhujtar dhe askush që ban tawaf i zhveshur. Nga sa arabët banin tawaf i zhveshur, ndërsa muslimanët e kanë me ihram. Muslimanët e kanë me ihram, kuptimin i mbulojnë pjesët e turpshme të tyre. Ndërsa arabët s'kishin ligj, ishin të humbur në mënyrë absolute dhe i bënin kështu traditet e tyre. Andaj pejgamberi s.a.s. me këtë gjest dhe me këtë lëvizje e pastron Mekën nga traditat e idhujtarëve të gjitha të cilat kishin mbet. Atëherë në vitin e 10 të Hijrit. Ktu ka ndodhur normal edhe shumë raste tjera. Për shembull pejgamberi s.a.s. e ka dërguar Muad ibn Jabelin edhe Abu Musa al-Ash'ariun i cili kishte ardhur nga Jemeni, i kthen pejgamberi s.a.s. në Yemen dhe ja jep Muad ibn Jabelin.
Dhe çka i thot Muadh ibn Jabelit? Shkon në Yemen dhe bëhu apo përfaqësues i Islamit dhe ja mëson disa rregulla pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto ishin shenja për ti shtri lëvizjet e tij dhe kjo ishin alamet i xhelit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush ishte i mëshëm ma i mprah për tyre se Abu Bekri i lexonte alametet e vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Argument tu shkue Muadhi i thot o Muadh, ki frikë Allahun, bohu i sjellshëm, mos e shkel fukaran, mos e shkel të doptin. E kështu me radhë në fund i thot se ndoshta mo nuk më takon mua. Kjo është haptazi e qartë se mundet me dek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë në muajin Dhul Qi'da para Dhul Hijjes, në vitin e 10 të Hijrit, pejgamberi alayhi salatu wassalam i jep lajm, pra vitin e dytë nga shpallja e haxhit si farz, jep lajm se dëshiron me bë haxh këtë vit. Dhe thot kush don le të vjen me kry farzin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky është i vetmi haxh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Medinë. Kanë diskutu a ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam haxh përpara, a ka bo haxh duke qenë në Mekë. Disa dietarë thonë nuk ka bo haxh por shkak atyre pengesave të cilat ishin. Jo rastësisht e çoi Abu Bekri më ia pastru këto pengesa, nga se pejgamberi sa më shumë i madh dhe nuk i takon me pas kësi gjëra aty. Atëherë dietarët thanë disa jo, disa thanë po. 3 haxhe i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me ardh në Medinë. E prej në Medinë e ka vetëm një haxh. Vetëm një haxh dhe quhet ky haxhi lamtumirës, Hajjatul Wada', nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta shohim te hutbja kur të vim, ju thot o ju njerëz, mësoni prej meje, merrni prej meje, ndjekëmni mua se ndoshta mo nuk shifemi. Dhe kjo ishte para 124.000 muslimanëve dhe haxhilerëve të asaj kohe. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, disa dietar kanë thënë se është i vetmi haxh, është i vetmi haxh që ne e ka bë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj në muajin Dhul Qi'da, i cili ishte në përfundim diku edhe 5 ditë, përfundonte ky muaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam niset për në haxh. Nga Medinja vin 100.000 njerëz. Ka u banë këto 100.000 nga viti i 9. Viti i 9 i sjelli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto mira njerëz, të cilët ishte çlirim i madh për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam i merr të gjitha gratë e veta. Asnjë nuk e lë në shtëpi. I merr të gjitha gratë e veta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ishte një skenë shumë e madhe ku pejgamberi alayhi salatu wassalam me 100.000 njerëz, edhe shumë mira duke e prit atje në Mekë dhe rreth e përçart periferive të Mekës, i bashkangjitet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta kry haxhin më madhështor i cili është kryer ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Haxhi më i madh që ka ekzistuar ndonjëherë në historinë e krejt pejgamberëve. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që do ta shohmi kur do të arrin me një pjesë të rrugës drejt Mekës, do t'i tregon sahabëve, thotë ja këtu, sikur po i shoh krejt pejgamberët e Zotit xhelle xhelaluhu duke e bë haxh shtëpinë e Zotit xhelle xhelaluhu. Po krejt haxhet nuk janë më të mëdha se haxhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alaihi salatu wasalam i merr krejt gratë e tij, 100.000 sahabe, dhe niset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e lën Ebu Dujanen es-Sa'idiyun radhiyallahu an, e lën zëvendësues në Medinë. E lën pra zëvendësues në Medinë. Niset pejgamberi alayhi salatu wassalam rrugës për Dhul Hulejfe. Përmendëm se Dhul Hulejfe është miqati, vend fillimi i umrës apo haxhit. Atëherë pejgamberi sa shkon në Dhul Hulejfe. Dhe dikun edhe shumë kilometra ka deri në çapë dhe duhesh me qëndru në ihram këtë hapësirë. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam hyn dhe e fal drekën dhe i kindin.
dhe i shkurton. Dhe disa prej dietarëve kanë thënë, lejohet që njeriu i cili merr rrugë dhe e lëshon vendin, kuptimin, edhe pse s'ka mritë vendi tjetër si udhëtar, atë lejohet mi shkurtue namazet. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ditën e shtunë shkon në Dhul Hulejfe. Por ende pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk hin në ihram. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë natë prej të përmendurat të cilat i kanë përmendur dietarët se ka qarkullu në përkrejt gratë e tij. Dhe këtë këto janë alametit e xhelit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ditët e nesërme pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastrohet, merr ghusl dhe parfimoset. I merr të gjitha llojet e parfemeve. I thonë një lloj parfemi buhur, i cili lën edhe gjurmë shkëlqyse tek njeriu. Andaj thonë sahabët e shihmi mjekrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shkëlqente dhe ndriçonte nga lyerja e madhe, se cilën kishte bën me vaj dhe flokët e tij, aq shumë i kishte li me vaj dhe parfemi i tij u shifte haptazi. Dhe kjo ishte prej asaj çka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bante para ihramit, nga se pastaj më është ndaluar. Gjithçka është e ndaluar. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i rregullon edhe flokët e tij, e vesh pejgamberi alayhi salatu wassalam ihramin e tina dhe pastaj i sjell devët të cilat i kishte. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i therr në Mekë 100 deve bashkë me Aliun. Vetë me dorën e tij i therr 63 deve alayhi salatu wassalam. Andaj i merr devët dhe i thojnë ishar, taqlid, është mi bo me shenjë se këto do të bëhen kurban. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në aspektin juridik, qase kush pe juve ka bë haxh apo dën me bë haxh, haxhi ka 3 lloje, 3 forma. I thonë haxhul ifrad, haxhi i njësuar. Shkon njeriu dhe thot lebejk Allahumma lebejk, lebejk e hajjen. O Zot, dëshiroj me bë haxh, kjo është vetëm. Këtu nuk ka nevojë kurban me therr. Dhe janë 2 lloje të haxheve tjera. I thonë haxhul qiran edhe haxhut tamattu. Haxhi qiran. Qiran është me bashkangjit me umre. Me bë umre dhe e ngjit me haxhin. Edhe kjo tjetra është me bë umre bashkë me haxhin. Dallimi mes këtyre dijave, cila është haxhul qiran i ngjitur, nuk e largon fare ihramin. E kryen umrën dhe e prit në ihram me fillu haxhin në ditën e terrujes, në ditën e 8 të Dhulhijhes, ndërsa haxhi tamattu i thonë haxhi knatësisë, kuptimin i përjetimit të një knatësie. Ky çka van, edhe ky e ngjet umrën me haxhin, por se ky nuk ka kurban. Dhe ai i cili s'ka kurban e ban umrën, e largon ihramin dhe jeton në mënyrë normale, pastaj kur vjen dita e 8 hyn në ihram për haxh. Dhe këtu ku do të vim, do ta shohim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka një lloj telashe me sahabët e tina, nga se në kohën e xahilietit me bë umre dhe haxh bashk u quajte mëkat, fujur, shfrenim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vjen dhe e largon këtë traditë të arabëve. Andaj këto ishin 3 forma të haxhit. Këto mbani mend nga se na duhen për ta kuptuar cila është më e mira pastaj, cilën e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra haxhi vetëm dhe haxhi me umre. Këto haxhi me umre do në 2 forma. Njëna e prish ihramin, njëna nuk e prish ihramin. Cila është më e mira? Disa dietar kanë thënë më e mira është ata që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo është qiran. Por se kjo është pak edhe e sikletshme. Kjo është edhe pak e sikletshme që ta merresh me veti kurbanin. Dhe tjetra është tamattu. Kjo është tjetra tamattu. Kjo është më e lehtë dhe më e pëlqyera të shumë prej dietarëve. Argument nga se sahabët krejt kanë bërë tamattu, përveç Ebu Bekri dhe Omerit dhe disa prej shokëve të pasur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe haxhi i zakonshëm që bëhet vetëm haxh pa e përzije me umra. Cilën e boni pejgamberi sa qiran, i ngjiti. Tha Xhibrili më ka thënë ngjiti. Ndërsa kush s'ka kurban e prish pas
umrës. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam fillon dhe e bën atë lutjen e cila është për ta filluar haxhin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'atan. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një fjalë e cila ishte tejet e përshtatshme për këtë skenë për ta thënë. Një burr i madh si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam del dhe niset për haxh, prijes i 100.000 njerëzve, me 9 gra, me deve dhe karroca. Një skenë shumë e madhe. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, haxhin pa famë dhe pa sjefatësi. Pra kuptimin me thjessi, me njerëzillok, se ishtë skena për ta me hip çdo fodullok dhe çdo krenari. Ishtë skenë shumë e madhe, 100.000 njerëz prapa vetit. Ajo ishtë skenë shumë e madhe dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, pa sjefatësi dhe pa famë dhe pa kërkim të autoritetit. Atëherë fillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot labbaik Allahumma labbaik. O Allah, të përgjigjemi ti, o Allah. Kështu përkthehet kjo lutje. Labbaik la sharika lak. Labbaik, të përgjigjemi dhe ti nuk ke ortak, nuk ke rival. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak. E gjithë begatia, e gjithë falëndërimi është e jotja, të përket tyje, la sharika lak, ti nuk ke ortak. Këta e theksoj pejgamberi sa la sharika lak. Pse vallë? Nga se arabët thoshin Allahumma labbaik la sharika lak illa sharikan. O Zot, labbaik dhe ti s'ki ortak përveç një. Ajo është Zoti jam, për shembull, çka e ka pas. Ai s'ka ndor ti e te ki ndor ata. E pejgamberi sa e theksonte la sharika lak. La sharika lak. Arab, ignorancë. Domethënë, nëse dikush thot pse e kanë bërë këta, edhe njerëzit sot i bojnë të ngjajshmët me kësi veprimtari. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e bën këtë lutje. Pastaj thot labbaik ilahal haqq labbaik, thot o Zot, ti je Zoti i vetëm i cili meriton adhurimin, Zot i vërtet, të përgjigjemi në thirrjen tonë. Thot Xhabiri radhiyallahu anhu, këtë lutje e vajke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e kanë ndëgjuar ndonjë tjetër prej tij. Ndërsa sahabët i kanë shtu disa fjalë. Sahabët i kanë shtu disa fjalë. Për shembull kanë thënë labbaik Allahumma labbaik dhe al-ma'arij. Kanë thënë për shembull, o Zot labbaik, ti i cili je pronar i shkallëve të larta, pronar i gradëve të larta. Dhe kanë ndryshuar format e sahabëve të telbies, por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kujt nuk i ka thënë mos thuaj ashtu, i ka lënë të rirë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Rrugës për në Mekë dhe haxh i lind një djalë, Ebu Bekr as-Siddiq, dhe ajo është Muhammedi. Ajo ishte Aishën, e kishte vajzë, e kishte Abdurrahmanin, i cili vjen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në haxh, dhe rrugës i lind një tjetër, dhe ajo është Muhammed ibn Abi Bekr, i lind Ebu Bekrit ky djalë. Dhe kjo ishte normal një gëzim i difishuar që rrugës për në haxh e kështu me radhë lind një djalë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam niset për në haxh dhe merr rrugën edhe afrohet afër Mekës. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam kur kalon pranë një lugine të quajtur Asfan, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bekr, ayu wadin hadha? Thot o Ebu Bekr, cila luginë është kjo? Thot Ebu Bekri, Wadi Asfan. Thot kjo lugina Asfan. Atëri thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laqad marra bihi Hudun wa Salihun ala bakaratin humrin khutmuha. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet që tu ka kalu Hudi, Salihu, kanë kalu me devët e tyre, duke i mbajt për frenat e tyre. Thot dhe ju lebbune je hujgjune el bejt el atiq, thot bëjshin telbije Allahume lebbejk dhe e vizitonin shpina Allahu gjelle gjelaluhu. Atër pejgamberi sallallahu aleyhi sallam e vazhdon rrugën deri sa mrin në vendin e quajtur Saraf, i cili ishte vetëm se më afër Mekës, do më thonë shumë afër Mekës, dikun 18 apo 19 kilometra. Atër thot pejgamberi sallallahu aleyhi sallam kështu,
men lam yakun minkum ma'ahu hadyun fa ahabba an yaj'alaha umratan falyaf'al. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk ka me veti kurban dhe don me bë umra, nga sa ato e dëgjun pejgamberi se bëban edhe umra dhe hax. Atëra kush s'ka kurban e do me bë umre, atëra le ta ban. Wa man kana ma'ahu hadyun fala. Thot e ai cili dëshiron me bë umrën, por s'ka kurban, atëra e ban umrën por e prish. Pastaj e ngjet me haxhin, kuptimin del prej umrë, prej ihramit, pastaj futet. Dhe kjo i shkakton një lloj telashe sahabeve. I shkakton një lloj telashe sahabeve. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i dinte se çka mundet mu sill në kokat e sahabeve. E dinte çka mundet mu sill në kokat e sahabeve. Dhe pasi që e shef se ata po gjejnë një lloj sikleti, do ta shohim se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e menaxhon këtë situatë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur mrin në një vend të quajtur Dhitua, pejgamberi alayhi salatu wassalam ndalet aty dhe i ndërpret telbiet, ndërsa rrugës u shtonin telbiet. Dhe sidomos kur ishte kuptimin rrafsh, thirrnin telbiet mloja. Dhe ishte skenë shumë e madhe. Atëra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur mrin këtu e ndal telbien dhe fillon edhe pushon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kishin kaluar pra dikun 4 ditë nga Dhul-Hijja edhe 5 ditë nga Dhul-Qa'da, dikun 9 ditë rrugtim. 9 ditë rrugtim. Haxhin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëra pejgamberi alaihi salatu wassalam në mëngjesin e ditës së Han hin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çapën e Zotit xhelle xhelaluhu. Hin në çapë dhe thot një fjalë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahumma anta salam. Thot o Allah, ti je kuptimin selami, qetësia, ai i cili sjell qetësi dhe rehati. Wa minka salam, dhe prej teje është selami. Fa hayyina rabbana bis salam. O Zot, na mundso me jetu me selam. Allahumma zid hadha al bayta tashrifa. O Allah, shtoja kësaj shtëpie nderin, wa ta'dhima dhe madhrimin, wa takrima dhe nderin, wa mahabatan dhe shkëlqësin apo madhështin, wa zid men hajjahu au i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'dhima. Dhe kush do që ban umre apo haxh në këtë shtëpi, o Zot, bëne të madhruar, të respektuar, të nderuar. Kjo ishte lutja e parë që e bani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se me fillu rritin e parë të cilën e bani pejgamberi alayhi salatu wassalam. Filloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me e fillue umrën e tij, kuptimin të bashkangjitur me haxhin e tij. Fillon nga guri i zi. E ngrit dorën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e përshëndet dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e puth dhe fillon edhe çan pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe ishin plot prej sahabeve dhe i afrohet Omar ibn al-Khattabi. I afrohet Omar ibn al-Khattabi dhe e shef duke qajt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I thot pejgamberi alayhi salatu wassalam Omar ibn al-Khattabit, i thot ja Umaru, ha huna tuskebul abarat. Thot Omar, qëtu është vendi i rrjedhjes së lotëve. Qëtu është vendi i rrjedhjes së lotëve. Dhe normal sot me bo haxh, sot me bo umre, është një emocion dhe është një ndjenjë shumë e veçantë. Shtoja kësaj sa ata ishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe skena ishte shumë e madhe. Andaj pejgamberi alaihi salatu wasalam fillon me bo tawafin e parë të hyrjes në Kabe. Fillon pejgamberi alaihi salatu wasalam pa deve, në kam. Fillon me bo tawaf. E nis prej te guri i zi dhe i ban 3 tawafe ramle. Ramle i thonë me një lloj shpejtësie. Dhe e përmendëm te umreja e kaluar, ku e përmendëm se e ka bo në vitin e 7, pejgamberi se njërën sup e ka treguar. Dhe sahabët njërën sup e kanë treguar dhe kjo është ajo forma se si veshet ihrami. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam çdo tawaf u ndalte te guri i zi dhe e ngritte dorën, pastaj e bante edhe tawafin tjetër. Gjithashtu atje edhe një pjesë pak para gurit të zi, kandi i fundit para gurit të zi, i quajtur
el-Jemeni, kandi i Jemenas, edhe aty pejgamberi s.a.s. e ngrit të dorën dhe kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam e ban tawafin e parë 7 rrotullime në qabën e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Atër pejgamberi alayhi salatu wassalam pas 7 rrotullimeve ndalet te mekami i Ibrahimit dhe i fal 2 recate. I fal 2 recate. 2 recate të cilat i kanë përmend dietarët se i ka fal të shkurtra me kul huwallahu ahad dhe kul ya ayyuhal kafirun. Pastaj pejgamberi alayhis salam pasi i fal namazet prap e ngrit dorën para gurit të zi. Dhe këtë këto forma kush a kanë s'kemi nevojë më shpjegu, kush nuk ka qenë, Allah ja mundsof me shkue dhe me pa, këto janë ibadete. Ngritja dorës, rrotullimi, ngritja prapë dorës, falja namazit, shkuarja në vrapim, këto janë ibadete. Dhe tham dhe e përsërisim. Këto nuk janë ibadete që i ka perceptori. Nuk mundesh mi shpjegu në kuptimin racional, por se janë ibadete të cilat kanë ardhur me tekst, kështu bëhen. Dhe janë veprime të ngjashme me historinë të cilën e kanë bërë apo nana Ismailit, por se na i bëjmë ibadete, na i bëjmë adhurime ndaj Zotit Gjelle Xhelal. Pse kështu? Pse me çudorën? Pse me puth gurin? Andaj tha Omer ibn Khattabi kur u bë halife dhe shkoi me bë hax dhe e puthi gurin. Tha o ti gur, ti je vesh një gur kur gjo ma shumë. Guri. Tha mos me pas pa pejgamberin se më duke të puth, kur s'kisha puth. Që njerëzit mos ta stërmadhojnë kuptimin e adhurimit apo ndonjë gjë e cila është e ndaluar. Andaj këto veprime janë të adhurimeve të cilat na kanë ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Atar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi i kryen 2 recate edhe ngritën një dorën, atar shkon në Safa dhe Marwa dhe i ban 7 vrapime pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vrapon pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i thotë edhe disa prej lutjeve, për lutje e cila është vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Këtë lutje ka bëu pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe pejgamberi sa më thonte la yuqta'u al-wadi illa shadda. Thonte këto vrapime duhet mi bë me këto kalime duhet mi bë me vrapuar. Nga se Hajeri ka vrapu, andaj edhe preferohet. Por se Ibn Kathiri ka thënë nëse hec llogaritet valide, por se më e mira është me vrapue në me Safa dhe Marwa. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, po ja fillojmë ka ja ka filluar Allahu. Ka ja ka filluar Allahu es-Safa wal Marwa. Prin Safa, Marwa dhe 7 kalime. Çdo kalim llogaritet 1, kthimi 2, shkuarja 3 e kështu me radhë, 7 kalime duhet mi bë njeriu në këtë vrapim me Safës dhe Marwa. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e kryen edhe Safën dhe Marwan dhe ndalet dhe ju thot sahabeve, tani kush s'ka kurban le dale për ihramit. Kush s'ka kurban le dale për ihramit. Dhe ata kuptimin shqetësohen e nuk e dim se me e bo këta. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot qad alimtum anni atqakum lillah. Thot ju e dini se unë jam më i devotshmi ndaj Allahu xhelle xhelaluhu. Ju e dini se unë jam më i devotshmi përpara Allahu te bareke ve taala. Wa asdaqukum wa abarrukum. Thot unë jam më i sinqerti dhe më i miri për juve. Laula hadi la halaltu kama tahillun. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos me pas kurbanin me veti edhe unë e dal për ihramit sikur ju. Kjo ish me jau lehtësue, se ish pak problem. Tash dikush thot çka ka pas problem, ata kur pejgamberi po ju thot dilni për ihramit, dil. E ti si dush me kuptu këta, shumë tradita që na kanë ngel neve, kur neve themi kjo se ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe thëna dil për kësaj, hinte kjo, ti çish vjen? Çish vjen tyje? Ka thonë pejgamberi po ti s'u po del apo se tradita po të bën shtypje. Andaj kështu ishin edhe ata. Ata ju kishte ngulit në kokë se umreja e veçantë në kohën e haxhit është
problematike. Kjo e para. E dyta, pejgamberi pepa ndryshe. Kjo pepa ndryshe tash, plus e treta, kur del për ihramit disi doket se del prej asoj madhështije që ka e ka qabja. Ndërsa kur je me ihram e ke një lloj ndjenje tjetër të përjetimit të shtëpisë së Zotit Xhelel Xhelalu. Andaj si dush me kuptu pse këta po përpjekën me vetveten, edhe pejgamberi po detyrohet me thonë edhe unë mu kanë që s'kam kurban e baj si ju, vetëm e vetëm që t'ja u shkule rënsisht ata e cilë e kështë mbet për ta ditave. Andaj pejgamberi se më thotë, walau istaqbaltu min amri ma stadbartu, thotë sikur ta dia ata çka tash pe di, thotë lem esuqil hedje fahillu, thotë nuk do ta kisha marr kurbanin, andaj thotë dilni për ihramit. Pra sikur mos ta kisha pas, ta kisha di se çështu ndodh, s'do ta merrna kurbanin dhe do të vazhdoja me juve. Ju kujtohet luftën e Hudejbjes? Qethnu, s'po qethën. Prejni kurbanat, s'pi prejni kurbanat. Hekni ihramat, s'pi hekni ihramat. Pse vallë, a e kundërsonin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Jo. Por ata mendonin se s'është e kput kjo, s'është e prerë. Ndoshta pejgamberi e ka për shkak të mëshirës dhe mshurijës, po do më na lecujnë neve, andaj thoshin si dush më na lecuj jo. Na çojna ata e cila është më e rëndë. Pastaj me një intervenim edhe me një shtrëngim pejgamberit alayhi salatu wassalam, ata e prishin umrën dhe lirohen. Pastaj vjen një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Suraka ibn Malik el-Ju'shumi radiyallahu anhu, i thotë ja Rasulullah, a vlen kjo veç tash ti kur je, a edhe masi s'ke me qenë ti? Thot deri ditë kiametit. Deri ditë kiametit. Fjala e tij deri ditë kiametit është argument se ka dash me shërnjos një tradit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëra pejgamberi alaihi salatu wassalam pasi lirohet nga sa'i, nga vrapimi mes Safës dhe Marwës, pejgamberi alaihi salatu wassalam del nga një pjesë të Mekës ku qëndron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e mbetur të ditës së diell, ditën e han, ditën e martë, deri në ditën e mërkur. Deri në ditën e mërkur dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ditën e mërkur nisët alayhi salatu wassalam për në ditën e ejtën falni, pejgamberi alayhi salatu wassalam qëndron jashtë Mekës. Ditën e terrujes. Terruje i kanë thënë arabët ditës së 8 Dhulhijhes. Kjo ditë llogaritet dita kur ata i kanë shpërnda ujrat. Kuptimin, ditën e 8 janë mobilizu që të vene dita Arafatit, e ajo ditë tjetë e gasme me ujrë dhe malla që ka nevoj për haxhiler. Andaj quhet dita e ujitjes, çto për këtim bukfal. Por ajo është dita e mobilizimit. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithashtu këtë ditë i ka shkurtuar namazet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë ditë i ka shkurtuar namazet pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ditën e kuptimin sabahit të xumas nisët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për në Arafat. Ditën e 9 të Dhulhijhes. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam urdhron që t'i ndërtohet një lloj tende, por jo e zakonshme, që të më e madhe që ta shohin këtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe t'ju flet të gjithëve pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe kur mrin aty pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe janë ndërtojnë atë shtyllën të cilën e kërkoi pejgamberi alayhi salatu wassalam, ishte dita e xumë e para, vlerë. E dyta, dita e Arafatit. Dhe këto janë dy vlerat e Zot i ka përbashku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë ditë. Andaj Omer ibn Khattabi çka thonte? E di një ajet që ka zbrit përfundimisht plotësimi i fesë së Zotit xhel xhelaluhu dhe kanë qenë dy festa. E para Yawmu Jum'a, dita e xumës. E dyta ka qenë cila? Dita e Arafatit. Dhe dita e Arafatit është dita më e madhe në tokës. Dita më e madhe në tokës. Që do ta shohim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka do të citon në këtë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e prit derisa dielli të kalon apo kupën e vet dhe vendoset në këtë tent të ngritur më lart dhe e mban pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një hutbe. Dhe kjo hutbe
është hutbja të cilat neve po dojmë me artë të kjo. Na tash, se na të shpjegu për haqë. Mos mendoni se tash kemi mi shpjegu dispozitat e haqë. Jo, kjo duhet shumë ma gjatë dhe shumë ma ngadal. Neve dojmë artë dërë të kjo hutbja. Ditën e Arafatit, ditën e 9 të Dhulhijhes, e cila nesër është dita e therrjes kurbanit, e që të na jashtë haqit është dita e Kurban Bajramit, dhe ditët e 3 tjera janë ditët e Bajramit, e që Kurban Bajrami është Bajrami madh, e ky Bajrami që ka vjen është Bajrami vogël. Po të njerëzit apo kanë humbë këto kuptime. Pejgamberi s.a.s. çka ligjëron në këtë hutbë? Pejgamberi s.a.s. fjalimin e fundit para shumë njerëzve e mban këtë fjalim. Dhe këtë fjalim dietarët e kanë studiu fjalë për fjalë. Se fjalimi i fundit, sikur të ta shohim se pejgamberi s.a.s. kur shtrihet në shtratin e vdekjes, do t'ja lexojnë dietarët fjalë për fjalë. Se njeriu kur shkon ka vdekja, fjalët i ka më matura, më serioze, më kuptimin amanet, testament i tina alayhi salatu wassalam. Adara pejgamberi alayhi salatu wassalam ngritet para 120 e diçka mijë sahabe, haxhiler. Burra e gra e plot, një skenë shumë e madhe. Dhe pejgamberi s.a.s. tani i ligjëron sahabeve. Thot pejgamberi s.a.s. pasi e falënderon Allahun xhelel xhelaluhu, ja ayyuhan nas, o ju njerëz. Dhe tani koha neve na ka shku, edhe s'kemi ku me shtynë, nga se jemi në fund, nesër duhet me përfundue, ku të kemi mundësi një detalj, një mësim, e nxjerrni. Po s'pa të mundësi, Allahu na dhasht ndonjë herë tjetër e mundësi tjetër për ti gjërsu edhe për ti zgjeru këtë detale më shumë. Ejuhen nas, o ju njerëz. Dhe kjo është mësimi pejgamberit i pari. E para, e falënderon Allahun dhe e madhron Zotin xhelel xhelal. E dyta, i thret njerëzit me cilësinë më të madhe që e kanë. Dhe ajo janë njerëzit. Andaj Allahu xhelel xhelaluhu Kur'an e ka ndëruar njeriu. Dhe ka thënë: "Ya ejuhen nas, o ju njerëz, wa laqad karramna bani Adam", e kemi ndëruar birin e Ademit. Dhe kjo është mësim për neve që kur do ti me lan porosi, s'munësh me lan porosi me të nënçmume, me të poshtërsume, po duhesh me e zgjedh formën se si ju flet njerëzve. Andaj shikoj pensam, ejuhen nas, o ju njerëz, isma'u qawli, dëgjoni mirë fjalën time. Të ishin fjalë, thon dietarët e kanë mat fjalë për fjalë çka po thot. Nga se fund mo, në mot ndron jetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Isma'u qawli, dëgjoni fjalën time. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da aami hadha. Thot se ndoshta pas këtij viti mo nuk ju takoj. Dhe kjo ishte mërzi e madhe për sahabën. Ishte pikëllim i madh për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. La'alli la alqakum ba'da aami hadha bi hadha al-mawqif abada. Ndoshta në këtë vend qëndrim nuk do t'ju takoj kurrë më. Pastaj thot pejgamberi sa: "Ejuhen nas, o ju njerëz, inna dima'akum wa amwalakum", o ju njerëz, gjashrat e juve, pasuritë e juve, haramun aleikum, e keni haram të prekeni në këtë dyja. Dhe këtu është detali të cilën na simsim e nxjerrim, dhënia për parësi gjakit para pasurisë. Andaj nuk tha amwalakum wa dima'akum, po tha gjaqet e juve dhe pasuritë e juve. Pse? Gjaku është më i shenjtë. Gjaku është më i shenjtë. Andaj edhe nëse shikon ligjërimin dhe kodin e Zotit mbi ata i cili vret pa hak dhe pa drejt, dhe ata i cili plaçkit dhe vjedh, dallon shumë apo? Dhe shpagimi atij i cili vret me kast është mu vra, dhe atij i cili plaçkit është me ju pre dora e tij në sasinë e duhur, dhe kjo i takon gjykatave islame natyrshëm. Shiko për nësëm tha gjaqet, po pasurit. Edhe kështu na duhet me i shikuar. Gjaku është për para të gjithve. Diri se ka thonë pejgamberi s.a.s. një hadith tjetër, se përket këtu gjaku, ka thonë pejgamberi s.a.s. vërtet njeriu ka hapësir me jetu si i devotshëm deri sa s'ka prek gjak ndalum. E ku të preket gjak ndalum i ngushtohet dunjaja. Nuk i mundsohet
me botove. Andaj Ibn Abbasi, kur i ardhi dikush dhe e pyeti se ka prek gjak të ndalum, ka der gjak të ndalum, çka i thonte? Çish mu pendu? S'di të çka ti thoj Ibn Abbasi. S'di çka ti thon. Derisa i thoj a e ki nonën gjallë, respektoje. Jo se kam. Tezën e ki gjallë, respektoje. Pse? Ta nuk di që të shkam i thonë. Ekshtë të mëra. Andaj, porosia e pare pejgamberit se dhe e fundi. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alejkum. E keni haram të prekët kjo. Sikur, qëfar harami? Ke hurmeti jaumikum hadha, fi shehrikum hadha, fi beledikum hadha. Shiko qëfar shtrëngimi të gjaku dhe pasurisë. E keni haram, sikur që është haram kjo ditë. Dita më e madhe fytyrë tokës. Jomu Arafa. Jomu Arafa. Dhe sikur që është haram që ki muaj. Ki muaj është haram. Apo ne përmendëm 4 muaj të haram. Andaj, sikur që është këtë ditë haram. Edhe ki muaj haram. Edhe ki vend është haram. Pro tash, si dush me e paramendu, sa është e lik, vrasja pa hak, dhe plaçkitja dhe vjedhja e njeriu, paramendoje në qabe me bo që ta. Që shtu pja u përshkun për nga beri së sellem. A mun e bani në qabe që këtë pun? Në qabe me shku, a mun e bani që këtë pun? Së ne bani. Edhe pse në qabe shumë fishohet gjunaj, po për nga beri për ja u shtërengon nga së lartë. Andoj shiko, sa kemi nevoj për këto fjallë për nga berit sallallahu aleyhi wasallam. Pasaj thot për nga beri aleyhi salatu wasalam, ala inne kulle shej'i min emri l'gjahilijeti tahte kademeje me udhuon. Thot për nga beri aleyhi salatu wasalam, vërtet gjdo tradit dhe gjdo gjë që ka qenë e gjahiletit është nën kam të mija e shkelur. Pra kjo është kulmi që ka harë për nga beri aleyhi salatu wasalam. Gjdo ignorancë, gjdo padije, gjdo veprim qishtë ju mte këtë njerëzve nën kam të mija e shkelur aleyhi salatu wasalam. Pasadat për nga mërë aleyhi salatu wasalam, wa dima ul jahilijeti me udhuatun, dhe gjaket dhe gjashrat e ignorancët janë të pezulluara, të shkelura. Kuptimin ki ti dikan problem me dikan ke pas një ignorancë gjahiliet, s'ka, me tani përfundon gjithë shka. Ke pas ti me ndë një fis atje problem, tani e bo musliman edhe ajo është bo musliman, përfundon kjo qështje, s'ka më të rokura, s'ka përleshje, s'ka grindje. Andaj shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha atë më të mirën çka ju dashke njerëzve. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa inna awwala damin adha'uhu min dima'ina dima'u Iyad ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Dhe gjakun e parë të cilin e pezulloj është gjaku i Iyad ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa riba al-jahiliyati mawdu'un. Dhe kamata e jahiliyetit është e pezulluar. S'ka më kamata. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa awwalu riba adha'u ribana riba Abbas ibn Abd al-Muttalib. Dhe kamatën të cilin e pezulloj është kamata e Abbasit. Pra, po fillojnë nga të partë e mi. Nëse mendoni se pe toleroj dikan jo, që për familjes teme, pe enisi, kush ka pas dishka të përzime, e ndali. Dhe kjo pezullohet. Atër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha fin nisa. Kjo fjali është shumë e çuditshme. Se si mundet para 124.000 haxhilerve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutbën lëm të mirë se me e citu këtë fjalë e sa është e nevojshme në ditët e sotit. Kur një grumëll të madh problemeve dhe të përleshjeve dhe mos raporteve të mira në familjare janë për shkak mos porosive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të zbatuara. Para këtë haxhilerëve, para këtë botës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë fattaqullaha fin nisa. A dikush se dia e kuptoi, po tash po e përkthej. Kini dronë Allahut në gratë e juve. Kini dronë Allahut në gratë e juve. Fe innekum e khattumuhun në bi emanillah. Sepse ju i keni marë ato gra me besën e Zotit. Shiko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, andaj shiko këto propagandat e pandershme dhe gjdo tendencë e pandershme për ta përshkruajtur Islamin si
shtypës dhe si diktat mbi grujen, dhe se Islami e shtyp grujen, shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para krejt dunjajës në haxh me haxhiler ditën e Arafatit, vetëm në haxh, të cilën e bani prej Medinës, çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Keni frikë ndaj grave. Keni frikë Allahu karshi grave. Silloni mirë me gratë e juve. E çka li puna e grave në këtë aspekt? Nëse prishet kjo, nëse prishet puna e grave, raporti me grave, s'ka në familje kur gjo. Prishet familja, ku të prishet familja, mos vetë për prishjen e shoqërisë. Andaj nëse do në me shiku ku goditët me tendencat pandershme dhe të liga për t'i prish muslimanët në parimet dhe normat e tyre, ata do të godasin ku? Në familje. Në familje kanë me prish raportin, kanë me rebelu grujen mbi burrin dhe kanë me rebelu burrin mbi gruje, dhe kanë me u prish raportin. E ku të prishet raporti, çka ngelet? Atëra ajo me krijen e vet, ky me krijen e vet, prishet. Fëmia ku ngel? Fëmia mbetet i paralizuar, i ngecur prapa, i paformuar, emocionalisht i prisht, intelektualisht i mangët, e kështu me radhë. Andaj shiko pejgamberi alayhi salatu selam, ju i keni marrë këtë mbest Allahu xhelle xhelal, andaj keni frikë Zotin xhelle xhelaluhu. Tha pejgamberi alayhi salatu selam, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dhe ju i keni lejuar organet e tyre me emër të Allahut, me nikah. Ti s'kishe guxu me prek një gruje pa dhënë leje Zotit xhelle xhelaluhu. Andaj kujdes, se ata çka e ke prek në emër të Allahut duhet mu trajtu me kujdes, se te ke pas haram, e ke pas haram. Kush ta bani halal? Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj thosh Sheikhul Islam Ibn Taymija, martesa është vetëm te ata të cilët kanë pas libër. Në Islam te krishterët ka martesë, akt të kontratës së martesës, dhe te jehudët. Të tjerët se njohin aktin. Pse? Sepse vetëm këta të cilët kanë pas dikur pejgamber, po pastaj e kanë ndryshu, ju kanë ngel që gruaja nuk guxon të preket përveç se me nikah. Dhe kjo është ajo shenjtëria që e ka dhënë Allahu xhelle xhelaluhu ndereve dhe grave. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu e ka bërë të lejuar vetëm në emrin e tij. E tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ata që e keni prek në emër të Zotit, kujdesa drejtoni çish ju ka urdhëruar Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe prapë po e përsëriti. Ky fjalim në haxh, ky fjalim në haxh, jo në xhami thjesht, po në haxh para këtë burrave të asaj kohe. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, walakum alayhinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ju e keni hak që gratë e juve mos me leju kërkan me hi në shtëpi pa lejet e juve. Hak e kanë. Gruaja zguxon me e toleru kërkan me hije në shtëpin e burrit pa leje të burrit, përveç se jep burri leje. E nëse ndodh fe in fa'alna, e nëse gratë e juaja dëshirojnë apo pa lejen e juve e fusin dikan në shtëpitë e veta, jo vetëm për të liga, Zoti na ruaj, po pa lejen e burrit, dhalike fadribuhunna darban ghayra mubarrih. Atar goditni ato dhe edukoni me goditje e cila nuk i lëndoni. Kuptimin, nëse ajo s'merr vesh me fjalë, nëse ti i dhu në shtëpi time vetëm me lejen time dhe ajo nuk merr vesh, atëherë na duhet me lut Allahun me marr vesh me fjalë, mos me ardhur te ajo. Andaj tha Shuraihi, qadhi Shuraih, kur i dëgjoi këto disa hadithe, dhe ishte një gjykat si tabiinëve, tha, a goditet gruaja? Tha, goditet ai që ka sën mirët vesh. A ai cili mirët vesh nuk e godet. Tha, argument, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur se ka godit asnjë gruaj të tij. Tha Aisha radhiyallahu anha, dora pejgamberit sa nuk është ngrit mbi asnjë prej grave të tij. Pse? Derisa ka mundësi me bëme marrëveshje dhe ka mundësi me ngrit raportin në nivelin e bisedës, s'ka nevojë për me ardhur deri te kjo. Po, që ka asi kokforcina dhe apo rebelime deri në kufi të dalur, atëherë duhet me shku deri në këtë mas. Atëherë dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walahunna aleikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. E ju e keni hak ndaj atyre me i furnizu ato dhe me i vesh ato me të mirë. Kuptimin?
Me të mirë këtu e ka për qëllim me tradit. Qysh është tradita, duhesh me e vesh. Jo tradita me e vesh, qysh është tradita, jo. Në standardin e çmimeve. Shembull, nuk guxon me lip standardin e veshjes, për te asaj çka është normale në ditët e përditshme. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, pastaj thot: "Eyyuhan nas, o ju njerëz, inna Allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa, fala wasiyata liwarithin wal waladu lil firashi walil ahiri al hajaru wa hisabuhum ala Allah." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o ju njerëz, Allahu e ka nda pasurinë e trashëgimisë dhe ja ka dhënë hakin çdo kujna. Andaj ju mos u mundoni me intervenu këto. Çfarë që ja ka dhënë djalit, vajzës, babës, grujës, i ka nda Zoti xhelle xhelalu. Dhe këta ja ka dhënë hakin si celit. Ju mos u mundoni këtu me bë manovra. Me mendu se jo, unë du të mi dhanë gjallit pak ma shumë, apo vajzës pak ma shumë, se unë e di se kjo ka nevoj ma shumë. Jo, ti nuk e di. Andaj dhe Allahu xhelle xhelaluhu, Allahu a'lemu. Allahu e di ku kanë e keni ma afër dhe ma të nevojshëm. Andaj dhe pejgamberi s.a.s. Ti, kur të lish pasuri, qyshe kalan Allahu. Qyshe kalan Allahu. Dhe nëse qkon menja, se djali filani ka nevoj pak ma shumë, jo, e ndanë, qyshe ka nda Zoti jonë xhelle. Pastaj tha pejgamberi s.a.s. Wal waladu lil firash. Fëmia i takon çati ku është lind. Një fëmijë nëse gjendet kuptimin e panjohur, kujna i takon? I takon çasaj gruaje ku është lind. Dhe i fundit i cili ka pas kontakt me ata. E nëse ka pas tu liksi apo jo nisha, atëherë el hajar. Atëherë shkohet deri në sanksionet shariatike. Wa hisabuhum ala Allah. E atëherë llogarin e fundit e kanë përpara Zotit xhelle xhelaluhu. Wa man idda'a ghayra abihi aw intama ila ghayri mawalihi fa alayhi la'natullahi at-tabi'ati ila yawm al-qiyamah. Ta pejgamberi s.a.s. E kush e mohon babën e vet? Kush thot filani se kanë bab, ai e ka bab. Kuptimin s'do me pas ata bab. Për arsye të caktuara. Atëherë thot pejgamberi s.a.s. kush e mohon babën e vet? Apo e mohon robërien të zotnisë së vet, i cili e ka liru. Atëherë thot, mallkimi i Allahut i pandalur qovë mbi ta deri ditë kiametit. Kush thot këta se kanë bab, se du si bab, dhe mos më thuni se jam djali ati. Atëherë tha pejgamberi deri në ditë kiametit mallkimi i Zotit qovë mbi ta. Pse? Sa të prish rendin, çka e ka caktuar Zoti jon xhelle xhelalu. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la tunfiqu al-mar'atu shay'an min baytiha illa bi idhni zawjiha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e gruaja nuk guxon që të prek në pasurinë e burrit të vet dhe shtëpisë së burrit të vet, vetëm se me leje. Vetëm se me leje. Pastaj tha dikush prej njerëzve: ja Rasulullah, as ushqimin, kuptimin nëse kam nevojë për ushqim, a muj me mor? Ata tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: dhalika afdalu amwalina, ta kjo është prej pasurisë më të mirë. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: al-ariyatu mu'adda wal minhatu marduda. Tha amaneti do të më kthyn vend, mallra që ai keni marr borxh do të më kthi në vend, wa daynu maqdi, dhe pasurinë që ai keni huazue do të më kthije, wa zaimu gharim, dhe ai i cili hin me zdikan ndërmjetës dhe i siguron, atëherë ai e bart përgjegjësia. Për shembull, dy veta hin marrëveshje dhe vjen i tretë thotë unë garantoj. A garanton? Po. E deri në fund tash duhesh me ndjet pas garantës së cilën e ke shënuar. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam tha: "Waz-zaimu gharim." Ai i cili thotë unë e garantoj për filanin, atëherë duhet me i qëndru pas asaj çka e ka thënë. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Eyyuhan nas, o ju njerëz, inna ala kulli ahli baytin fi kulli amin udhiyatun wa atira, atadruna mal atira hiya allati yusammiha an-nasu ar-rajabiyya." Ta pejgamberi alayhi salatu wasalam: o ju njerëz, çdo familje e ka që ta therr një kurban për ditën të cilën e therrin njerëzit, pra kurbani i Bajramit. Por se kam polemizur dietar se a është obligim kjo apo nuk është
obligim. Atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam tha men lam yajid na'alaini falyalbas khuffaini wa man lam yajid izara falyalbas sarawila lil muhrimi. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u shpjegoi edhe se si duhet mu vesh ihrami. Kush nuk e gjen këta, e vesh këta. Ato veshje të cilat janë të caktuara. Nga se në ihram nuk lejohet me vesh kpuc. Duhet me vesh na'alain. Është një lloj sandale e cila e vishet, por nuk guxohet të vishet diçka e cila e mbulon komplet një pjesë të trupit apo është e çepur, si këmisha apo si pallto të ndryshme kështu me radhë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju dha mundësi kush nuk gjen e vesh këtë tjetër veshje të caktuara të arabëve. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitab Allahi wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe unë ju kum lan pas juve diçka e cila asnjëherë nuk ju lën me devijue. Dhe ajo është kitabullah, libri i Allahut. In i'tasamtum, nëse e kapni librin e Zotit, garant nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, asnjëherë s'mundesh me deviju. Le të jenë devijimet si kodra, si dalga. Nëse e ki librin e Zotit përpara, e lexon librin e Allahut, e mëson librin e Allahut, hulumton mbi librin e Zotit, Allahu nuk e devijon njeriu i cili është me ksizelli në studimin e librit të Zotit xhelel xhelaluhu. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pas meje kanë më ju vetë për mua. Pra kur të ndroj jetona, kanë më ju vetë për mua. Çka keni më thonë ju? Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po pyet, kur të ndroj jeton, çka keni më thonë për mua? Than, nashhadu annaka qad ballaght wa addayt wa nasaht. Than, të gjithë me një zë, do të dëshmojmë se e ke çuar mesazhin vend dhe porosin e ke plotësuar dhe këshillën na e ke dhënë. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ngriti gishtin e tij kështu në qiell dhe e çonte drejt njerëzve dhe thonte Allahumma fashhad. Kuptim, o Allah, e ngritë gishtin e qiell. Dhe kur e zbritet tek njerëzit thoke dëshmo. 3 herë pejgamberi alayhis salam e ka ngritur. O Allah, dëshmo. O Allah, dëshmo. O Allah, dëshmo. Kjo çka ishte? Dëshmo. Fjalën çka e than? E ke çuar amanetin vend, porosin vend dhe na ka këshilluar. Atëherë me kaq e përfundoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam khutbën e Arafatit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fali në Arafat drekën dhe ikindijen të ngjitura dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi te një vend i quajtur El Mawqif. E mor devën e vet, shkoi te ky vend. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka quajtur durt ka Allahu xhelel xhelaluhu dhe e ka lut derisa ka përëndu dielli. E ka lut Allahun te bareke ve teala derisa ka përëndue dielli, derisa kanë thënë dietar. Namazet i ka shkurtue edhe në kuptimin juridik, po edhe një lloj forme e shpejtësisë dhe nxitimit vetëm që ta shfrytëzoje këtë ditë për ta lut Zotin xhelle xhelal. Dhe thonë dietarët, nuk i ka zbrit dur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as shumë lut te Allahu te bareke ve teala. Dhe shiko sot fatkeqësisht, dhe me këta po përfundojnë nga se koha na ka kaluar. Por se shiko sot njerëz ku shkojnë në Arafat, pejgamberi e ka shkurtuar namazin. A sa e do Muhamedi namazin alayhi salatu wasallam? Sa e ka për shpirti namazin? Kur ka poshtë dhimbta ka fal namaz. Kur është mërzit ka fal namaz. Kur ja kanë hup një namaz për kohës vetë luftën e Hendekut, i ka mallkue, ka thonë më pengun për namazit. E në Arafat pe shkurton namazin. Por çka? Që lutet në Arafat, në Mawqif. Edhe pse tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, krejt Arafati është Mawqif. Por një vend atje, te një kodër e caktuar e cila quhet kodra e mëshirës, aty është ndal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa njerëzit sot çka bën? As 2 apo 3 minuta se ndron në Arafat. Po vetëm shëtitët, e prejnë tendë, e në shator, e disa edhe thojnë, e unë jam lodhë, mo tash ku me shku në Arafat, dhe nuk e kupton. A dar pejgamberi se më tha, el hajju Arafa. Hajj është Arafat.
kush s'ka zhvjen Arafat, ai nuk ka hax. Atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam thot yawmu Arafa wa yawmu nahrin wa ayamu tashriqun iduna ahli islam. Thot pejgamberi sallallahu dita Arafatit, dita e therrjes dhe 3 ditët e tashriqut, të cilat gjuhët me gur xhamaratët, guralecët të cilat hedhen si ceremoni e haxhit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këto janë festat tona, wa hunna ayamu aklin wa shurbin. Dhe këto janë ditë të hajës dhe pijes. E Arafati pse ka hinë këtë hadith? Nga se pejgamberi sallallahu nuk ka agjëruar. Apo neve na preferohet me agjëru shka si jemi në haxh. Po ata shka janë haxh nuk preferohet. Pse? Nga se nëse namazi shkurtohet për me të met takati, atër dhe agjërimi nuk preferohet që të me të met takati. Andaj pejgamberi sallallahu hipte ndeve dhe pinte ujë para ketëve. Pse? Që ta shofi se nuk është të agjëruar. Nga se dikush ka mundësi me ishkumendja me agjëruar. Dhe pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e vazhdon ceremonin e tina duke e vazhduar ceremonin e haxhit, ku shkon pejgamberi alayhi salatu wassalam në Muzdelife e në Mina, e i ban pejgamberi sa hedhet e gurralecave. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ban edhe tawafin el ifada, e cila është një tawaf ku lëshohen njerëzit me të madhe. Kështu e ka kjo tawaf emrin. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pak para se me shkue e ban edhe një tawaf i cili quhet tawafi lamtumirës. Ky nuk është obligim, por është një tawaf i cili preferohet që fundja, skena e fundit që ti e ban me Mekën me qenë tawafi. Edhe këtu ka edhe shumë normal dispozita juridike dhe dispozita të cilat e përbajnë çështjet e haxhit, por se koha neve na ka kaluar. Na lutim Zotin don xhelel xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala na mundson që të përfitojna nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Na mundson Allahu xhelel xhelaluhu me bo haxh, me vizitu shtëpinë e Zotit xhelel xhelaluhu, me ndjek ta që e ka ndjek Muhamedi alayhi salatu wassalam. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelaluhu ditët e Ramazanit Allahu t'i ban qabul. Veprat e mira Allahu të regjistron nga regjistri i veprave të pranuara, e veprat e ligë tona, rrëshqitjet, gabimet eventuale, Allahu xhelel xhelalu të na i fal neve. Na mundson Allahu te bareke ve teala që me përjetu shumë Ramazane duke me qenë me shëndet, me islam, me iman. Elusim Zotin ton xhelel xhelalu që Allahu ku ja kemi qollut na shpërblen, ku kemi gabu na fal, na e bani halal dhe njerë për kohën. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.